Një ngjarje tragjike është shënuar pas ditën e të premtes në qytetin bregdetar të Vlorës. Një 29 vjeçare ka humbur jetën pasi dyshohet se u mbyt në det në zonën e plazhit të Portonovës. Sipas informacioneve paraprake të policisë, viktima është përballur me rrymat e forta detare që karakterizojnë këtë zonë, të konsideruar prej vitesh si një nga pikat më të rrezikshme të Bregdetit. Pas nxjerrjes nga uji, trupi i pajet është transportuar me gomone drejt triportit dhe më pas në morgun e Spitalit Rajonal të Vlorës. Policia mori në pyetje edhe banorët dhe pushuesit në këtë zonë për të sqaruar më tej rrethanat e plota të kësaj ngjarje. Për mediat, policia për këtë ngjarje të rëndë shpërndau edhe një informacion zyrtar, ku bën me dije se rreth orës 16:30 të së premtes në plazhin e Portonovës në Zvërnec, dyshohet se është mbytur në det shtetësja me iniciale AG, 29 vjeçe, banuese në Shkodër. Menjëherë, pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë. Policia thot se grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Kjo është tragjedia e tretë në det brenda një muaji në vendin tonë. Në dy rastet e mëparshme, më tragjiku ka qenë mbytja e dy kushërirave të mitura në Bregdetin e Lezhës.